Nuk dua të më lëndojnë më, çfarë shkroi 25 vjeçaria nga Lezhë përpara se t'i jepte fund jetës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar një ditë më parë në Tiranë, ku një 25 vjeçare, Gjuana Nikolli, humbi jetën në ambientet e QSOT pasi u vethelmua me fostoksin. Detajet e reja janë zbuluar në lidhje me këtë rast. Mësohet se familjarët e saj kanë bërë kallëzim ndaj ish-partnerit të saj Eraldo Fizi. I dyshuari kryesor në lidhje me këtë ngjarje ishte ish-partneri i saj Eraldo Fizi, kjo pasi ai ishte kthyer në Shqipëri në datë 9 shkurt, ndërsa po ato ditë ai ishte takuar me të ndjerën Gjuana Nikolli. Fizi ishte divorcuar nga Nikolli vetëm 3 muaj pas martesës së tyre. Divorci i tyre kishte ardhur për shkak të dhunës së ushtruar nga Eraldo Fizi ndaj të ndjerës. Gjatë ekzaminimit të trupit të së ndjerës janë konstatuar shenja të rënda dhune në pjesën e kokës, fytyrës dhe në njërin krah. Familjarët e saj kanë pretendime se ish-partneri i saj e ka dhunuar të ndjerën në mënyrë brutale të vazhdueshme. Një tjetër detaj është se para se të ndërmerrte aktin e vethelmimit, e ndjera kishte shkruar një letër. Burimet bëjnë me dije se ajo shkruante se nuk donte më që ata njerëz që i kishin bërë keq të vazhdonin ta lëndonin. Letrën e saj e kishte përmbyllur duke i kërkuar falje prindërve për dhimbjen që u ka lënë pas.